26 gusht 2026. Kemi një ditë para përgatitore shumë rëndësishme, sepse Dielli dhe Mërkuri ndodhen të dy në Virgjëresht dhe po afrohen drejt bashkimit eksakt që do të ndodhi me datë 27 gusht. Kjo do të thotë se mendja, vullneti, logjika, qartësia përqendrohen të njëjtën son. Dita është ideale për analiza, planifikime, ndryshime, mundësi të arta. Dhe kjo nuk do të thotë vetëm arsyen e punës së karrierës, por do të thotë shumë gjëra të tjera, sepse lidhet është ideale për planifikime, rregullime, përgatitje dokumentash, kontrolle, organizime të çështjet që duhet të marrin formën e duhur. Virgjëresha është shenja e përmirësimit e punës dhe e përditshmërisë, praktikës dhe saktësisë. Kur Dielli dhe Mërkuri afrohen në këtë shenjë, mund të shohin më qartë ku ka gabime dhe ku duhet ndrequr. Por cila fjalë duhet thënë, cila dokument duhet sistemuar, cila vendim duhet marrë me maturi. Por duhet të kemi kujdes. Kjo qartësi mund të ketë edhe në stres, kritik, ankth, analizat të tepërta dhe dëshirë për kontrolluar çdo detaj. Më të ndikuar janë Virgjëresha, Peshqit, Binjakët, Shigjetarët, sidomos të ditësit të dytë. Ndikimet më të mëdha që ata kanë, me qartësinë për sa i përket për Peshqit, marrëdhëniet dhe partneritetet kërkojnë bisedë. Për Binjakët, familja dhe shtëpia kërkojnë organizëm. Për Shigjetarët, karriera dhe statuti kërkojnë vendim praktik. Shenjat e tokës, Demi dhe Brisjapi, mund të përfitojnë për studime, udhëtime, dashuri, krijimtari dhe plane afatgjatë. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është se parafohemi drejt eklipsit hënor dhe hënës së plot në Peshk, që do të ndodhë me 28 gusht, por këtë kemi kohë deri atëherë. Por meqenëse jemi tani neve në datën 26 kemi 2 ditë diferencë, po ndikohemi 3 ditë plus minus e kemi thënë këtë. Dhe kjo ndikon jashtëmase në anën e punës në lidhje me ndryshimet. Por, me çështjet praktike, një ditë shumë e mirë për dokumenta, organizime, vendime shumë të rëndësishme. Një takim që mund bëhet sot paradite është mjaft pozitiv për të korrigjuar disa probleme, disa gjëra që kemi pasur, disa biseda të bëra në mënyrë shoqërore, por disa e morën gabimisht. Dhe është momenti dhe koha. Por gjithashtu kemi të bëjmë në lidhje me çështjet e nënshkrimeve, dita mund të jetë e mirë nëse dokumentat janë të kontrolluar mirë, por duhet pasur parasysh në afërsitë e eklipsit për çështje shumë të emocionale ose të pakthyeshme më mirë të mos nxitohet. Sepse lidhet shumë kur kemi të tilla ndikime planetare, aspekte planetare, duhet të shmangim disa gjëra që nuk është ajo çka ne presim. Për shembull, nëse flasim për gjëra që nuk na pëlqejnë mirë, por neve bëjmë debate, mirë është të heshtim, edhe pse të tjerët të flasin. Është logjika, lodhja nga puna e tepër, debatet që mund të bëhen me të tjerët. Sot duhet përgatitje, jo panik. Është fjala e duhur. Prandaj bëni kujdes në këtë aspekt, mos mund nxitoni. Para se të fillojmë parashikimin e dy mëshenjave për këtë ditë kaq të rëndësishme të datës 26